E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po vazhdojmë të takohemi së bashku për të komentuar pak qëndrimet që Rogerti ka kundër drejt Selinës dhe heshtjen e Mirit. Tani në për të gjitha debatet edhe diskutimet që janë bërë në shtëpi edhe qoftu përfshirë Kosovën që jam shumë i bindur sonte do të cenzurohet Rogerti, nuk do të del si debat ai, do të flitet si debat por nuk do të del sepse produksioni dhe opinionistët do ta mbrojnë, nga që kjo është tema më e ndjeshme dhe më e bezdisshme në fakt për ta dëgjuar, nga që po dëgjojmë në çdo format ndarësinë Kosovë-Shqipëri, lufta, Rogerti kërkon një luftë të tretë botërore, që erdhi me një mesazh shumë të fortë nga Shëndriti, që ti nuk mund ta kërkosh këtë mesazhin kur ne po diskutojmë për luftën e Kosovës dhe në fakt është e turpshme. Unë mendoj që në këtë debatin Rogerti sonte do të cenzurohet. Do të thënë, në këtë debati Rogerti sonte do të ledhatohet, le ta themi kështu. Tani nga ana tjetër, Rogerti Selinës i ka thënë lloj-lloj fjale. Përfshir këtu pler, lavire, do ta nxjerr këtë, do t'i heq brekët, do të thënë ofendime që realisht ne nuk duam t'i dëgjojmë nga një burr 40 vjeç. Produksioni nuk ndërhyn sepse siç e thash në një video më herët, produksioni ka interesin e klikimeve dhe produksioni thot inshallah edhe më shumë ofendohen ato që ne të na rritet shikueshmëria. Tani mua më duket pak e padrejt kundër drejt Selinës, sepse nuk është e bukur që një familje të dëgjon mëngjes drek dark një burrin 40 vjeç për interesin e tij, sepse Selina nuk ja ka pranuar lojën, ta ofendon. Unë mendoj, sipas mendimit tim, që sonte Rogerti të vehet me shpatulla për muri dhe të pyetet një herë edhe për gjithmonë nga ana e opinionistëve. Pse është kaq shumë e rëndësishme për ty që ti në lojë të luftosh me Selinë, se për shembull Rogerti nuk e ka fare të rëndësishme në lojë të lufton me Juelën. Me Juelën u afrua, qëndroi sa qëndroi, unë mendoj që Rogerti e ka përdorur Juelën, ja dhe sonte këto gjëra do të dalin, sepse Rogerti që në momentin e parë kur ka hyrë, gjithmonë e ka potencuar që unë këtu erdha për ty, do të thënë kundër drejt Selinës, dhe mendoj që e ka plagën në zemër dhe plagën në shpirt përse Selina nuk ja ka pranuar lojën. Dhe në këtë rast unë mendoj që sonte Rogerti do të pastroj fytyrën e tij në raportin me Juelën, që unë e kam ndihmuar, i kam qëndruar pranë etj, por unë kam ardhur këtu dhe kam dashur që ta kem lojën me Selinë. Edhe në anën tjetër, duhet të pyetet çfarë avantazhi ka patur Rogerti nga jashtë, sepse mbrëm Rogerti dhe Selina biseduan me njëri tjetrin. Rogerti, Selina i tha që është e vërtet për një kohë të caktuar e kam patur babin tim në burg. Një deklarat që zotria Tom Bollati e pranoi edhe në fan club, që unë kam thënë që jam në burg për arsyet e mia dhe këtu nuk ka asnjë gjë të keqe. Fundja fundit të gjithë njerëzit ndoshta krijojnë një situatë për të shpëtuar veten e tyre nga një situatë tjetër. Në fund të ditës njeriu është mbrojtës i vetes. Por të krijosh ti dinamika siç krijon Rogerti me ofendime kundër drejt Selinës deri në këto nivele, unë mendoj që Rogerti ka lidh një pakt jashtë dhe ky pakti nuk është realizuar dhe është në këtë gjendje që të poshtrojë dhe të ofendojë Selinën. Që për këtë gjë në fakt produksioni gjithmonë e anashkalon. Nuk është se kërkon një bindje të qartë nga Rogerti, na thuaj pse bën ti këtë gjë, se nuk ka, nëse ti nuk ke hyrë për lojën tënde, ke hyrë për veten tënde, atëherë pse ke kaq të rëndësishme ti Selina në lojë. Së dyti, do të flasim për Mirin, Miri do me thënë po qëndron shumë i heshtur, kur është me Rogertin mundoj që ta shmangën Selinën duke e injoruar, që Selina do me thënë nuk është se ka ndonjë rreth, ndërsa në anën tjetër Miri e ka shumë qef që ta ketë Selinën pranë, por siç duket afërsia që Selina nuk i bëri, e bëri Mirin që të fillon të krijon në thonjza një tip urrejtje. Unë mendoj që këto të dy nuk janë të qartë me Selinën, nuk janë të sinqert me Selinën. Unë mendoj që Rogerti e do brenda vetes Selinën, po gjithashtu e do dhe Miri Selinën, sepse nga jeta kemi mësuar atë që ta ofendosh më shumë, atë e do më shumë, dhe këtu merr kuptime dhe fjala kur nuk e kap dot rushin lart që piqet, ti mundohesh që ta ofendosh, thua nuk e ka shihen e mirë. Dhe në këtë rast do të thonë unë këtë gjë shoh tek Selina, tek Rogerti dhe tek Miri. Si e komentoni ju këtë tre këndësh? Duhet njëre për gjithmonë produksioni të kërkon sinqeritetin e këtyre?